Tema e kampit është udhtoj me Krishtin. Çfarë do thotë udhtoj me Krishtin? Ju kujtohet në njerit në Ungjil çfarë thot Krishti për kush dëshiron të vi pas meje, çfarë thot? Dhe të vi pas. Çfarë do të thot më hosh veten? Po? Pjesërisht është e vërtet, ajo është. Po është pak më tepër se aq. E gjatë bisedës ndoshta do shtjellojmë pak më shumë. Përpara se të filloj, do lexoj një shumë të shkurtër nga Ungjilli i Shën Johanit. Le të mos turbullohet zemra juaj. Besoni Perëndin, më besoni dhe mua. Në shtëpinë e Atit tim ka shumë vende. Në mos do t'ju thosha juve. Shkoj t'ju bëj juve gati vend. Dhe si të shkoj e t'ju bëj juve gati vend, do të vi përsëri e do t'ju marr pranë vetes time, që të jeni edhe ju atje ku jam unë. Edhe ku shkoj unë, e dini, edhe udhën e dini, thot Krishti. Thoma i thot, Zot, nuk e dim se ku shkon, dhe si mund ta dim udhën? Jesu i thot, unë jam udha, e vërteta edhe jeta. Këto fjalë nuk janë vetëm për nxënësit e asaj kohe, janë për nxënësit e çdo kohe. Ungjilli nuk është një libër vetëm historik, është historik. Po çdo gjë që prek Zoti kthehet në transhistorike, që do të thosh për të gjithë kohrat, për të gjithë njerëzit, për çfarë njerëzi që të jetë. Dhe thot unë jam udha. Në fillim të krishterimit, shpeshherë besimi u quajtur pikërisht rruga, udha. Dhe kjo udhë që Zoti thot atyre, ju e dini, thoma ju përgjigj që nuk e dim. Dhe kur thot Zoti që unë jam udha, ata kishin njohur Krishtin, kishin njohur mësimin e tij. Do thonte që udha nuk është vetëm thjesht një rrugë fizike, është një person, siç është e vërteta dhe siç është jeta. Sepse kështu thot, unë jam udha, e vërteta, jeta. Në shqip ka një fjalë shumë bukur, teologjike. Djalli quhet i paudhë, që do thot pa rrugë, i qorsokak, nuk çon as gjikundi. Është e kundërta asaj që thot Krishti, unë jam udha. Ai është i paudhë. Dhe njeriu në jetë dy rrugë do ketë. O do ketë rrugën që të nxjerr, të çon atje ku ishte Krishti, o do ketë rrugën tjetër që nuk nxjerr as gjikundi. Dhe këtë gjë e shohim ne shpeshherë në Ungjil, kur Zoti i thot, nuk mund t'i shërbeni dot dy zotërive. O do i shërbeni Perëndis, o do i shërbeni Mamonait. Mamon ishte një fjalë siriake, që kuptimi i parë ishte i pasurisë. Pastaj, meqense pasurinë e kthyen si një perëndi, ishin gjithë ato që adhuronin pasurinë, dhe adhuronin Mamonin. Kështu që nuk mund t'i shërbesh të gjithëve, të dyve, edhe botës, edhe Zotit. Dhe thotë që do zgjedhësh një rrugë. Dhe ju jeni në një moshë shumë të rëndësishme për të zgjedhur rrugën. A nëse do zgjedhim rrugën do fillojmë fillimisht me fjalët që thot vetë Zoti. Nëse dëshiron dikush, nuk e detyron. Sepse është në antropologjinë e krishterë, një nga kolonat më të rëndësishme është që njeriu është krijuar i lirë. Ne kemi lirinë dhe për të mëkatuar. Pavarësisht se mund ta psojmë nga ajo gjë. Zoti nuk do i detyrohet me forcë asnjërin. E respekton lirinë e çdo individi. Por liria vjen së bashku edhe me përgjegjësinë. Nëse nuk do ketë të jemi të përgjegjshëm, liria mund të jetë kundra nesh. Shumë kufizime që jepen në Ungjil, ndoshta njerëzit nuk i pëlqejnë. Shumë nga urdhërimet e Zotit janë mos këtë, mos atë. Edhe shumë njerëz ndoshta mund të duket dhe pse
Jo. Ata nuk janë për të kufizuar lirin tonë, po janë për të na mbrojtur. Unë ju jap gjithmonë një shembull. I keni parë në rrugët malore që kanë një mur ose një gardh? Ajo nuk është për të kufizuar lirin e shoferit, po për ta mbrojtur mos bjerin ngremin. Dhe gjithë këto gjëra që thot Zoti, mos këtë, mos atë, na tregon që nuk është ajo rruga. Ato janë për të na mbrojtur ne, pavarësisht se duken mund na duket ne dhe nuk e kuptojmë të gjitha. Një fëmijë shpeshherë nuk e kupton kur i thonte prindi mos e prek sobën. Nëse do besonte, s'do e prekte. Nëse jo, do digjej. Shumë gjëra që janë mos nuk janë për të na dërnuar ne, janë për të na ndihmuar ne. E nëse do fillojmë këtë udhtim me Krishtin, së pari duhet kuptojmë se kërkon nga ne që thot mohoj veten e tij. Njerëzit pa preshtim, çdo qenie njerëzore krijon një pseudo vete. Edhe është shumë e rëndësishme për gjithë secilin nga ne për ta kuptuar këtë gjë. Ndërton brenda vetes tij një pseudo vete. Atë që do të jetë ai, ose atë që do që tjerët shohin tek vetja e tij. E kjo vjen gjithmonë nga krenaria. Nëse vazhdon me krenarin, krenaria është smundja më e madhe mendore, sepse të krijon ty një delir e iluzion i asaj që nuk je realisht. Dhe njeriu fillon dhe mbron atë që nuk është, duke dëmtuar dhe veten e tij. Shumë krenari gjithmonë zëmërohet nëse dikush mendon që e ka fyer. Krenari gjithmonë do ketë ambicie. Krenari do jetë gjithmonë egoist vetëm për vete. Gjithmonë do kërkoj lavdi vetëm për vete. Do lavdëroj veten, do uli të tjerët. Të gjitha këto nuk e ndihmojnë vetë atë. Nëse njeriu fillon dhe kupton veten reale, fillon dhe bëhet më i përulur. Në Ungjillë ne kemi një paravoli që tregon Zoti, një shëmbulltyr e djalit plankprishës. Në momentin që pendohet, si thohet në Ungjillë, dhe djali erdhi në vete. Do thotë që deri në atë kohë nuk ishte në vete. Kishte menduar që t'ishte i lirë, ta shpenzonte paratë që takonin nga trashëgimia sipas mendimit të tij, dhe bëri një jetë shturur, dhe humbi gjithçka, dhe mbeti dhe pa ushqim. Dhe atëherë thotë erdhi në vete. Ardhja në vete është shumë e rëndësishme për ne. Dhe kur Zoti na thotë ne të mohoj veten, pikërisht kërkon që ne të vim në veten tonë reale, për ta parë gjendjen tonë. Sepse njerëzit gjithmonë kanë një mendim shumë të mirë për veten, edhe i ulin tjerët. Vetëm shenjtorët e kishin të kundërtën. Shanin veten e lavdëronin ata tjerët. Po pse shanin veten ata ose kritikonin veten? Po sepse ishin ndriçuar. Ja si thot profeti Isaia, mbasi pa vizionin e madh, pa fronin e Zotit. Tha këto fjalë, mirë unë, një njeri me buzë të ndyra, pash mbretin e lavdis. Pse i thot të fjalë ai? Ku ne dim që profeti Isaia është një nga profetët më të mëdhenj, është quajtur ungjillori i pestë, sepse ka folur më shumë se çdo profet tjetër për ardhin e Mesias. Pse i thot këtë fjalë? Sepse është ndriçuar. Nëse do ndriçohemi shpirtërisht, do fillojmë që kemi shumë njolla brenda. Nëse jemi në errësirë, nuk do dallojmë dot ato gjëra. Si thashën Pietri kur kuptoi që në personin e Jezu Krishtit është Perëndia. E mban mend një Ungjill çfarë tha? Largohu prej meje, Zot, jam mëkatar. Sepse kur u ndriçua nga hiri i Shpirtit të Shenjtë, pa brenda tij që njollat e ndryshme. Si thot Shën Simeoni, theologu i ri, në lutjet që lexojmë në para kungatës, janë disa lutje, dhe një është shkruar nga Shën Simeoni, dhe fillon për veten e tij. Është i treti në kishën ortodokse që ka marrë titullin theologu. I pari është Shën Jan theologu, Shën Grigor theologu, e Shën Simeoni theologu i ri. Edhe thot shuaj, prej buzësh të ndyra, prej zemrës të fëlliqur, prej shpirtit papastër. Pse i thot këto fjalë i shenjtë kaq i madh për veten e tij? Po sepse i krahasuar me Zotin, ashtu dukemi. E njohim realisht veten e vërtet. Dhe shenjtorët ishin njerëzit që
e mohuan veten e rreme, edhe panë që ishin smur, edhe e morën mjekimin. E duke marrë mjekimin, u shëruan. E kush është mjekimi? Mjekimi është pikërisht ndjekja e gjithë urdhërimeve të Zotit. Kur ne e marrim seriozisht jetën shpirtërore. Për fatin ton të keq, sot, në botën që jetojmë ne, mungon jeta shpirtërore. Dhe mungesa e jetës shpirtërore ka sjellë një mungesë jetës kulturore e jetës intelektuale. Sepse jeta shpirtërore është ajo që i frymëzon njerëzit për të bërë një jetë intelektuale. Nuk mund të ndriçohet dot mendja nëse nuk pastrohet zemra. A nëse fillojmë pastrojmë zemrën e, fillon dhe mendja ndriçohet dal nga dal. Dhe njëri që pastron, fillon dhe ndryshon. E ndryshimi do i sjellë atij gëzim. Sepse nuk ka gëzim atje ku është e keqja. As nuk ka paqe atje ku është e keqja. Është një varg i profetit Isaia, unë e përmend vazhdimisht, se është i rëndësishëm. Thotë shumë, nuk ka paqe për të paudhët. Për nuk ka paqe atje ku është e keqja. Në përkthimin e parë të Dhjatës Vjetër, që është bërë në shekullin e 3 ose të 2 para Krishtit, dhe ajo që jetë me emrin Septuaginta, nga që është përkthimi 70 përkthyesve, meqense diaspora ebraike kishte humbur gjuhën ebraike, në një qytet kosmopolitan si Aleksandria, në atë kohë flitej greqishtja, siç ndodh dhe sot. Shumë njerëzit shkojnë në Amerikë, brezi i dytë, i tretë e humbet gjuhën që kishte. Dhe u detyruan ta përkthenin në atë. Ato këtë varg nuk e kanë përkthyer nuk ka paqe, e kanë përkthyer nuk ka gëzim për të paudhët. Dhe nuk ka gëzim atje ku është e keqja. Miliarder të bësh, atje ku është e keqja nuk do gjej dot gëzim. Sepse gëzimi nuk është çështje e temperamentit njeriu. Është një dhuratë nga Zoti. Edhe dhuratë nga Zoti do thotë kur Zoti është i pranishëm në jetën tonë. E kur Zoti është i pranishëm në jetën tonë, do thotë që ne përpiqemi të jetojmë çdo ditë sipas mësimeve që vijnë nga mësimi i Zotit. Edhe ky është udhëtimi me Krishtin. Kur ne udhtojmë duke ndjekur çdo ditë një jetë shpirtërore. Jeta shpirtërore nuk është siç paraqitet shpeshherë, i mbushur me romantizëm ose misticizëm. Jeta shpirtërore është një përpjekje e përditshme për të jetuar sipas mësimeve të Zotit. Kjo është jeta shpirtërore. Mrekullit i bën Zoti, nuk i bën njerëzit. As shenjtarët nuk i bëjnë mrekullit. I luten Perëndis, ndërmjetojnë tek Perëndia. E Perëndia e dëgjon lutjen e të drejtëve dhe e plotson atë. Po vetëm Perëndia mund të bëjë mrekulli. Ajo që kërkohet nga ne është pikërisht kjo të udhtojmë atë, e të përpiqemi në çdo ditë të jetojmë sipas këtyre mësimeve. Nëse do përpiqen njerëzit të jetojnë sipas këtyre mësimeve, fillimisht do kuptojnë diçka. E kjo nuk është diçka që po e them unë, po e thot Shën Simeoni, teologu i ri. Kur njerëzit e marrin seriozisht Krishtin, edhe përpiqen që të jetojnë sipas mësimeve të tij, të parën gjë që do ndjejnë, do fillojnë të kuptojnë dobësitë e tyre. Sepse kur nuk përpiqesh që të ndjekësh urdhërime, duket se ku po i bën. Po kur përpiqesh ti bësh, e kupton ti që nuk është aq lehtë. Dhe duke njohur dobësitë, njeriu do fillojë të kërkojë mjekimin. Do fillojë të përmirësohet, do fillojë një përpjekje. Dhe kjo do i sjellë përulësinë atij. Dhe një njeri i përulur gjithmonë e sjell në jetën e tij hirin e Shpirtit Shenjtë. Kështu thot Zoti në Shkrimin e Shenjtë. Perëndia i qëndron kundra mendjeve krenare, po i lartëson të përulurit. Përulësia nuk është shash veten, kuptimin. Përulësia është të njohësh realisht veten. Të njohësh veten e vërtet, jo pseudo veten. Prandaj dhe shenjtorët ishin të përulur, nuk mburreshin, as nuk lavdëronin veten, as tregonin histori sa mirë e bën ky, sa keq e bën ai tjetri, siç tregojnë sot vazhdimisht. Dhe kjo do ju ndihmoj jashtëzakonisht dhe ju, sepse shenjtorët nuk e kishin garen me tjerët, e kishin me veten. Në botën e sotme, ndodh që njerëzit e kanë garen me tjerët, gjithse kush krahasohet me tjerët. Dhe po lexoj një libër, një revistë psikiatrike shumë e dëgjuar, angleze, që thotë
Dhe po fliste për një sindrom të ri që ka qenë dhe përpara, po tani ka marrë për masa shumë të madhe, quhet sindromi i krahasimit. Përpara njerëzit ndoshta gjithmonë ka qenë ajo, po nuk e kishin shumë këtë sepse edhe informacionet nuk ishin shumë të mëdha. Nëpërmjet rrjeteve sociale ju mund të keni informacion pafund, si e kaloi verën X-i, çfarë bëri Y-i, gjithë këto gjërat. Dhe shpeshherë është një tablo që nuk është vërtet. Shpeshherë njerëzit mund të bëjnë fotografi sajuara, as kanë qenë fare atje. Duke u krahasuar me ato, njeriu e kap dëshpërimi dhe ka lënë depresion. Sa like e mori ky, sa unë kam më pak, ky ka 200, unë kam 13, dhe fillon dhe dëshpërohet. Kjo është sepse ne e kemi garen me tjerët, jo me veten. Shenjtorët na mësojnë që duhet ta kemi garen me veten. Dhe këtë ata e nxjerrin nga një paravoli, një shëmbëltyr që tregon Krishti. Është paravolia e talantave. Fjala talanta është një fjalë siriake, nga fenikasit, cili fillim kishte kuptimin e peshës. Për shembull, 25 kg ar bënte një talant. Pastaj mori dal nga dal kuptimin e dhuratës dhe mori kuptimin e sotëm që quhet talenti. Fjala talent vjen nga talanta. Paravolia që tregon Zoti është kështu. Një Zot thot, një njeriu largua thot, dhe i dha një shërbëtori 5 talanta, një tjetri 2 dhe një tjetrit 1. Kur u kthye ky mbas një viti a 2 vjetësh, ai që kishte 5 talanta i thot, Zotëri thot, 5 talantat e tua thot, më dhan 5 të tjera. Dhe i thot, të lumt shërbëtor besnik, hyr në gëzimin e Zotit tënd. I njëjtën gjë i tha dhe ky me 2 talanta. 2 talanta dhan 2 të tjera. I thot po të njëjtën gjë, të njëjtin shpërblim i jep. Ai treti e kishte fshehur. Nuk e kishte dyfishuar atë. E Zoti e heq atij, e thot jepjani dhe atij që kishte 5. Çfarë do thonte kjo paravoli për shenjtorët dhe për ne? Do thonte që gjithë secili nga ne nuk e ka garen me tjerët. Atij që Zoti i ka dhënë 5 do i kërkoj 5 të tjera. Këtij që i ka dhënë 1 do i kërkoj vetëm 1. Atij që i ka dhënë 2 vetëm 2. Mjafton që ne të dyfishojmë, që do thotë plotësojmë veten tonë, e kemi realizuar udhëtimin tonë. Kur përqendrohemi tek të tjerët, ne humbim rrugën. E të humbësh rrugën do thotë që të futesh në një qersokak. Që do thotë futesh në rrugën që s'ka rrugë, të paudhit, që s'ka rrugë. Kjo është një plagë e madhe në botën e sotme, sepse të gjithë mundohen ta kenë garen me të tjerët, t'ja kaloj filanit, t'ja kaloj filanes, të bëj këtë. Garen e kemi me vete. Mjafton që të dyfishojmë atë talent që na ka dhënë Perëndia, ta ushtrojmë atë talent, Zoti do japi po të njëjtin shpërblim. Të dyve atyre të parëve kështu i thotë, i lumt, hyni në gëzimin e Zotit tënd. Kur e kemi garen me tjerët, kështu fillojnë dhe sherrët, kështu fillojnë grindjet, fillon zilia, fillojnë çmirat, çmira sjell shpifjet, shpifjet sjellin konflikte akoma më të mëdha. E bota e sotme ka kaq shumë konflikte pikërisht sepse merren me njëri tjetrin. I përuluri shkruan një shenjt i madh, Shën Grigor Palamaj, merret me veten. Krenari merret me tjerët. Për sa kohë ne merremi vazhdimisht me tjerët, do të kuptojmë që brenda nuk e kemi gjetë veten e vërtet. Nuk e kemi mohuar veten. Nëse s'mohim veten, nuk e kemi filluar udhëtimin me Krishtin. Prandaj udhëtimi me Krishtin fillon pikërisht me këtë. Të mohoj veten e tij. Dhe më pas Zoti thot marri kryqin e tij. Çdo thot marri kryqin e tij. Do thot që të pranoj çdo gjë që mund të ndodhi në jetë. Në jetë ndodhin shumë gjëra, nuk e dim, as mund ta shpjegojmë pse i ndodh njërit dhe pse si ndodh tjetrit. Po di me siguri që Zoti nuk jep askujt një kryq më të madh se mua ai mund ta mbaj. Dhe kryqet janë pashmangshme në këtë botë. Po kryqi në kuptimin e krishterë ka marrë një kuptim krejtësisht tjetër. Në troparet e kishës thoi diçka. Me anë të kryqit erdhi gëzimi në botë. Nëse njeriu mediton, padyshim do thotë si erdhi me anë të kryqit njeriu në botë. Kryqi i Krishtit në atë kohë nuk është ai që kemi ne sot parasysh, pas 2000 vjetësh lavdije. Kryqi i Krishtit ishte një instrument i shpikur nga fenikasit dhe i përdorur gjerësisht nga romanët dhe ishte shenjë poshtërimi. Vetëm kriminalët, sklevrit
Dhe ata që nuk ishin qytetar roman, dënoheshin me kryq. Shën Pavli që ishte qytetar roman, nuk i kryqëzuan, i pren kokën. Shën Pjetrit e kryqëzuan, sepse s'ishte qytetar roman. Si ky instrument vdekje u kthye nga Zoti në instrumentin e jetës. U kthye sepse është një misteri i kryqit. Do thotë që kryqi nuk është diçka për të na dënuar ne shpesh, por për të na ndihmuar. Kryqi është një mjekim. Mjekimi është i hidhur, po shërimi është i ëmbël. Ne nuk mund të shërohemi pa mjekimin. Pavarësisht se ne nuk e duam mjekimin shpeshherë. Kështu që kur thot Zoti të mohoj veten, të marrë kryqin e të vi pas meje, kjo do thotë udhtoj me Krishtin. Sepse shpeshherë udhtimi me Zotin është paraqitur vetëm thjesht si një do jemi me Zotin, do kemi bollokun, do i kemi të gjitha, nuk do ndodhi kështu. Ne do kemi një pasuri tjetër, shumë më të madhe se këta. Sepse çdo njeri që udhton me Krishtin, padyshim që do fitoj mendjen e Krishtit dhe shpirtin e Krishtit. A nëse ne do kemi këtë lloj fryme, do kemi gëzim. Shumë nga shenjtorët i bënin Zotit një lutje, që duket shumë e habitshme për veshët tanë. I kërkonin që mos t'i jepte kaq shumë gëzim, se nuk e mbajmë dot. Ato mund të ishin pas një gjë, mund të ishte në shpellë, mund të ishte zbathur, por gëzimi që vjen nga prania e Zotit nuk mund të krahasohet dot me gëzim tjetër. Dhe kjo arrihet vetëm kur ne kalojmë nëpërmjet mohimit vetes, pranimit të kryqit e ta ndjekim pas Krishtit. Udhëtimi me Zotin është një udhëtim jashtëzakonisht i bukur. Njerëz që kanë pas një eksperiencë pak gjatë me këtë, kur kthejnë kokën mbrapa edhe shikojnë që ky udhëtim e ndjejnë dhe praninë e Zotit në udhëtimin, kanë një gëzim të parrëfyer. Dhe asaj që i mungon bota e sotme është pikërisht mungesa e gëzimit. Ne nuk mund të kemi gëzim jashtë Zotit, është e pamundur. Njerëzit shpeshherë mund ta ngatërrojnë kënaqësinë me gëzimin, por nuk është e njëjta gjë. Kënaqësitë janë gjëra të përkohshme. Gëzimi është diçka e përjetshme, është një element i thellë shpirtëror që e ndryshon edhe shpirtin e njeriu, ndriçon mendjen e tij. Vetëm njerëzit që kanë provuar e kuptojnë se çfarë do thotë ky lloj gëzimi tjetër. Dhe kur e provon këtë lloj gëzimi, njeriu nuk mund të bëjë dot me një jetë tjetër pa këtë gjë. Sepse si dikush që shijon nga një ushqim jashtëzakonisht të mirë dhe e do vazhdimisht atë gjë. Ushqimi shpirtëror është gëzimi më i madh që mund të ketë një njeri. Prandaj udhëtimi me Zotin është një udhëtim i gjatë. Nuk është një sprint, është një maraton. Se mirë do ishte të bënte shpejt, brenda një muaji, brenda një viti. Është deri në fund. Në ngjall Zoti na thotë ne, lum ai që do duroj deri në fund. Mund ta fillosh mirë, po e mbaron keq. Dhe e kundërta. Juda e filloi shumë mirë. Ishte një nga 12 nxënësit e Zotit. Po e përfundoi keq. Shën Pavli e filloi keq, duke i përsekutuar të krishterët, po e mbaroi mirë. Prandaj udhëtimi do jetë shumë i gjatë, por me Zotin udhëtimi do ketë gëzim. Është vetmja jetë që ne realisht mund të gjejmë gëzim. Prandaj thot profeti Isaia, nuk ka gëzim për të paudhët, që nuk ka gëzim atje ku është e keqja, atje ku ka të smira, inate, shpifje, thashëtheme, grindje, nuk ka gëzim. Asnjëri s'është i gëzuar nga ata. Gëzimi vjen vetëm kur bëjmë udhëtimin me Zotin, kur fillojmë pastrojmë dal nga dal zemrën. Sepse ne nuk mund të shërohemi vetëm duke ndryshuar xhaketat. Njeriu shërohet duke injektuar mjekimin në trupin e tij. Dhe jeta shpirtërore është pikërisht ndryshimi i thellë shpirtëror. Duke pastruar zemrën në udhëtimin që bëjmë me Zotin, do jemi ne që fitojmë më tepër. Do jemi ne që do ndjejmë gëzimin. E do jemi ne që do ndjejmë një përmbushje në botë. Pjesa më e madhe shpeshherë e botës e ndjen zbratësinë brenda. Gjithë njerëzit e ndjejnë një zbratësi brenda. Quhet ai që njihet me emrin ankthi ekzistencial. Njeriu ka një lloj shqetësimi thellë brenda. Dhe një boshllëk. E shpeshherë njerëzit mundojnë ta mbushin me gjëra nga jashtë. Dikush me droga, dikush me qefe, dikush me pasurira, me pushtete, me gjitha këto. Po ato janë përkohshme.
sa më tepër ti duhet ta rrisësh dozën. Fillim për shembull mund gjej, për shembull mund dehet pak. Kur i del pija, është akoma më i trishtuar. I droguar i po të njëjtin gjë. I droguar me pushtet ose me para ose prapë e njëjta gjë është. Ajo nuk ka asnjëherë mbarim. As nuk mund të gjej ndonjëherë fund. Gjithmonë sa do viti do kërkosh dozë më të madhe dhe dëshpërim akoma më të madh. E vetmja gjë që e përmbush njeriu është pikërisht prania e Zotit. Me drejt thonte Shën Agustini, që Zot, ne jemi krijuar sipas ikonës tënde, e nuk do gjejmë asnjëherë preje nëse nuk pushojmë tek ty. Vetëm tek Zoti njeriu mund ta gjejë përmbushjen e tij të plotë. Do thotë që ta realizojë veten e tij. Jashtë Perëndis nuk realizohet kjo gjë. Dhe prandaj që është vetëm rrugë për të arritur atje. Se çfarë ju thot Zoti këtyre në fillim? Do shkoj t'ju bëj gati vendin ju. Ju e dini rrugën, thot, dhe për çfarë? Udhëtimi i njeriu për të kthyer përsëri në qiell, këtë do thot, udhëtimi me Krishtin. Nëse njeriu fiton përjetësinë, e ka fituar gjithçka. Nëse humb përjetësinë, sikur të ketë qenë njeriu më i pasur në botë, ja për hatër jetoi 100 vjet. Çfarë janë 100 vjet para përjetësisë? Udhëtimi mbi Perëndin është një udhëtim drejt përjetësisë. Dhe shpresa e përjetësisë e jep njeriu të forcë e guxim. Një shkrimtar i madh rus, Dostojevski, i shkruan një libër, një letër mikut tij Majkov. E midis tjerave i thot një varg shumë bukur, një varg. Do të shkatërroj njerëzve shpresën në përjetësi dhe jeta e tyre do thahet. Ja shikoni jetët e sotme. Jetë fara, pa gëzim, pa të pranin e një gëzimi shpirtëror thellë në shpirt, sepse shpresa në përjetësi i jep njeriu dhe fuqi, i jep njeriu dhe një vizion shumë më të madh. Dhe duket si paradoks, po njerëzit që e shikojnë dimensionin e përkohshëm, sa jetë që kemi ne, në dimensionin e përjetshëm, e shijojnë dhe këtë pa kohë që i ka mbetur. Ndërsa ata që fokusohen vetëm te koha, ata nuk e shijojnë. I duket po ikën rinia, po iku jeta, po plakemi, gjithmonë ankthësht. I vetmi pozicion që mund ta shijosh dhe kohën e përkohshme është në dimensionin e të përjetshme. Prandaj dhe djali i ri në Ungjil i bën pyetjen e duhur Krishtit, ku i thot mësues, thot, çfarë duhet bëj që të kem jetën e përjetshme? Dhe Zoti i përgjigjet shumë thjesht, po shumë thellë. Ndiq urdhërimet. Që do të thotë udhëtimi për të shkuar për të arritur jetën e përjetshme është duke ndjekur mësimin e Zotit. Dhe ky është udhëtimi i vërtet. Prandaj do doja që të gjithë ju fillimisht të lexohet Shkrimi i Shenjtë. Sepse po su lexuar Shkrimi i Shenjtë nuk e dim edhe as mësimin e Zotit. Dhe pastaj të fillojmë përpiqemi që ta zbatojmë atë gjë. Se nuk mjafton vetëm të lexosh. Duhet edhe ta zbatosh atë. Si shkruan Shën Pavli në një nga letrat e tij, nuk do të drejtësohen dëgjuesit e ligjit, po zbatuesit e ligjit. Ne mund të lexojmë Ungjillin, e nëse nuk e praktikojmë, s'ka asnjë dobi. Mund të jesh i smur, mund të blesh gjithë mjekimet, po nuk i përdor, nuk shërohesh. Duke zbatuar mësimet e Zotit, ne fillojmë udhëtimin me Zotin. Dhe eksperienca e gjatë shkollore e jetës shpirtërore në Kishën Ortodokse është e mbushur me mijëra e miliona raste e dëshmi që thonë nuk ka udhëtim më të bukur në jetë se sa të udhëtosh me Zotin. Ju uroj të gjithë dhe ju që ta filloni këtë udhëtim. Dhe në fund, padyshim që do ndjeni një gëzim e do keni një jetë të plotë. Jetët e tjera do jenë të fara, nuk do jenë të plota. Jeta e plotë do thotë që ta dyfishosh pikërisht atë talentin që ju ka dhënë Perëndia. Secilit nga ju. S'ka njeri që nuk ka një talent. Por problemi është shpeshherë që nuk e dallojmë talentin tonë. O përqendrohemi ke talenti tjetrit, e fillojmë garen me tjetrit dhe humbasim dhe tonën. Çdo kush ka brenda tij një talent. Çdo njeri është krijuar sipas ikonës Perëndis. E nëse njeriu fillon e pastron këtë ikonë, që do thotë ta plotësoj talentin, padyshim që të përmbushet. E përmbushja do i sjellë atij dritë në shpirt e do i sjellë gëzim. Ju falenderoj për vëmendjen dhe uroj që s'ju kam lodhur.